si u bën bash një prej katunit Surrelit me një prej Dibrit? Unë rri me shtëpi në Surrel, kam i punisht të djathi ke shtëpia ime, edhe kur kam marrë një restorant Ismeti këtu në Surrel, aty u njoftëm për herë të parë, kemi fillu me 1 kile djath. Me 1 kile djath. Më thot ai zotnia që e pati lokalin mrapa para se me mori Ismeti, më thot do e lej me qera, do ja loj njonit pri Kalas Dodës. Po mirë më thash, çrëndësi ka. Çfarë përshtypje ishte kur ta tha këtë prej Kalas? Preto vlla, pri Kalas, thash, ky pri Kalas Dodës, çfarë përshtypje. Ajo u dinte. Kalaja për Dvi këtu më katon. Ka shumë shkonte menja, po thash hajt. ta provoj. Rob qenga në ky si puna jonë është në ky rob. Do shkoj ta takojmë. Edhe shkova e takova unë. Kur e pa shumë me të thonë drejtën Ismetin. Sta mushi menje, se i vogël kështu. I robi marum fare. I vdek fare si me thonë më kom. Kur ta shifshi Ismetin, thu zene se ka dalë kështu për ta më ky, jo me ecë më kom si njerëzit tjerë. E në më thotë mu si ja je mirë, unë quhem Ismet Sheu. Mirë më thashë në unë quhem Altin Meta, banoj këtu në Surrel. E në më thotë mu më interesoj djathi dhisë. Po thash unë djathi dhije kam. A do ma bish 1 kile, më tha mu. Do ta bi. Që është e vërteta, unë ati Venaliut, ati ka të në rejtim ja qojshe 500 lek lunda ajo, po ja qojshe i qik ma lirë. Këti i thash, si me thonë të shi, bo 11.000 lek djathi dhisë. 11.500 i thash këti Ismetit. Ja shtove 500 lek unë këti. Më sjellë 1 kile djath të provoj. A u pendove që si the më shumë? Jo. Do ta tregoj edhe këtë. Edhe i qove 1 kile djath, 1 kile djath. Sa lek bëm, tha mu, x lek, sa majmen sa pa të qenë me atë vak. Fort më vje me 7.000 lek kilja. Unë i thash me 7.500 Ismetit. Edhe e vu Ismeti aty më kanë ardhë. Për fat keq, Tëndin apo të Ismetit? timin ishte 990 gram, nuk ishte 1 kile. Më tha mu, të lutem, të kam prosit 1 kile djath. Po thash, peshmë është, nështë edhe unë kam bo gabim për 1 gram. Jo tha, të kam thonë sa lek është 1 kile djath. Më ke thonë x lek, s'të bona pazar, më sjell 1 kile. Qenga mërë këtë drejtë që robi më thonë drejtë, më thash qenga këtë kështu. Mëzuni Belaja. Pasak mëzuni Belaja. Aty kemi fillu, zana filla ka fillu me 1 kile djath, mi fjalë, u misum shumë me Ismetin, sa që u bo i kadonari jonë aty.